Themeluesit e komedisë shqipe në gjysmën e parë të shekullit e 20 ka qenë konferenca shkencore kombëtare e zhvilluar në Universitetin Fanoli të Korçës. Në këtë konferencë është folur për 5 figura të rëndësishme të komedisë shqipe, siç janë Kristof Loqi, Mihal Grameno, Foqion Postoli, Ilomit Këqavzezi dhe Dhori Koti. Veprat e tyre janë nxjerrë nga fondet albanologjike të bibliotekave, duke i studiuar dhe ribotuar të pajisura me aparat kritik. Si rezultati i kësaj pune është bërë një botim voluminos ku përfshihen komedit e themeluesve koçar të komedisë, si Kristof Loqi, Mihal Grameno, Foqion Postoli, Ilomit Këqavzezi, Dhori Koti. Sigurisht ka dhe të tjerë, por deri në këtë hap, këta mundëm që të nxirrnim në një harkor prej disa muajsh. Kjo punë kërkimore shkencore është mbështetur edhe nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Konferenca e sotme është një nga vërbëtarit shumë të rëndësishme që tregon dhe bashkëpunimi, po njëkohësisht tregon edhe punën shkencore që bën Universiteti i Korçës si institucion mësimdhënës, po edhe si institucion kërkimor shkencor. Konferenca është përshëndetur edhe nga rektori i Universitetit të Korçës. Konferenca shërben si një hapësirë studimore dhe diskutimi për të reflektuar mbi fillisat e dramaturgjisë sonë dhe mbi rolin që kanë luajtur autorët e brezit të parë në ndërtimin e identitetit kulturor shqiptar. Kanë qenë disa pedagogë dhe studiues të cilët kanë referuar punimet shkencore rreth 5 themeluesve korçar të komedisë, ndërsa të pranishëm kanë qenë edhe autoritete vendore, studentë dhe qytetarë të tjerë.